Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Politikave Strategjike Nikola Lunić thot për Kosova Online se memorandumi ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës është një dokument i pa kuptim dhe le të kuptoj vetëm një bashkëpunim më të madh dhe se nuk përfaqëson një aleancë ushtarake pasi NATO-ja, Bashkimi Evropian dhe USB-ja duhet të pajtoheshin për këtë. Në të njëjtën kohë tregon se duhet të përgatiten për situata të re të sigurisë në Ballkan pasi forca sigurisë së Kosovës është planifikuar të transformohet në forcën armatosur të Kosovës në vitin 2028. Kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për Persona të Zhdukur Veljko Odalović tha për Kosova Online se memorandumi për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes i nënshkruar nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova është një deklaratë provokuese që synon destabilizimin e rajonit. Kjo është thënë kushtimisht krijimin një force të re sigurie që përfshin dik që sipas rezolutës 1244 nuk mund të ketë ushtri, tha Odalović. Analisti politik nga Tirana Ben Andoni thot se memorandumi është një njoftim për një aleancë të ardhshme mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, të cilat siç thot ai kanë një lloj interesi të përbashkët në lidhje me probleme që secili vend ka me Serbinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se vuri një dukje sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte se memorandumi për bashkëpunim ndërmjet Kroacisë, Shqipërisë dhe Kosovës në fushën e mbrojtjes shkel marrëveshjet nënrajonale të kontrollit të armëve të vitit 1996. Ai është pothuajse i sigurt, thot ai, se NATO-ja nuk ishte informuar për synimin e Tripolëve për të nënshkruar marrëveshjen dhe se aleanca nuk ishte informuar se cila marrëveshje i është shkelur. Nuk mendoj se Zagrebi, Prishtina apo Tirana do të shqetësohen për këtë, ka shtuar Vučić. Kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković tha se kupton që Serbia po përpiqet të gjejë probleme, por që nuk ka në memorandumin për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes të nënshkruar nga Kroacia, Kosova dhe Shqipëria. I pyetur për të komentuar deklaratën e presidentit të Serbisë për memorandumin, Plenković tha se marrëveshja nuk është armiqësore, por është një memorandum i bashkëpunimit të ndërsjellë dhe nuk ka absolutikisht asnjë problematik në të. Ish-deputeti i Kosovës Hysén Berisha ka deklaruar se aleanca Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë që ka nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes nuk është një pakt kundër Serbisë, por një pakt për të secili forcuar mbrojtjen ndaj çdo kërcënimi që vë në pikpyetje sigurinë e rajonit. Berisha beson se marrëveshja duhet të zgjerohet edhe në vende të tjera si Bullgaria dhe Malizi. Profesori i Prishtinës Avni Mazreku beson se deklarata është nxitur ndër të tjera nga investimet e mëdha të Serbisë në ushtrinë e saj, e cila është më e forta në rajon. Analisti Argjend Zenaj thot se pa presionin nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, ngërçi aktual politik në Kosovë do të zgjasë shumë dhe theksoi se posti i kryeministit është pengesa kryesore për marrëveshjen e koalicionit mes partive opozitare. Analisti Shemsi Ashari vë në dukje hezitimin e të gjitha partive politike për të marrë përgjegjësinë për formimin e institucioneve, por edhe se vetëvendosja ka më shumë gjasa ta bëjë këtë. Analistja Arta Tahiri Beqa thot se apelimet e vetëvendosjes për rezultatet e zgjedhjeve janë një strategji për të fituar kohë derisa të sigurojë vota apo deputet që do të mundsojnë formimin e qeverisë. Kreu i zyrës e rregullatorit për energjinë e Kosovës Imer Feyzullahu ka thënë se importet janë një nga shkaktarët kryesorë të rritjes prej 15% të energjisë elektrike në Kosovë, e cila do të hyjë në fuqi me 1 prill. Ai shtoi se kapacitetet prodhuese janë rreth 900 MW, ndërsa konsumi ka kaluar 1500 MW dhe paralajmëroi se ky trend do të vazhdojë pasi gati 90% e konsumatorëve kanë kaluar nga grohja me dru në ngrohje elektrike. Kundër rritjes së çmimit janë shprehur edhe përfaqësuesit e bizneseve dhe qytetarët, të cilët paralajmërojnë protesta.
59 personat e vdekur nga zjarri në diskotekën Puls janë varrosur sot në Koçan Shtip, Probi Shtip, Shkup dhe Oblishev. Këshilli për etik në media dhe shoqata e gazetarëve Maqedonisë së Veriut u kanë bërë thirrje të gjithë ekipeve të lajmeve që të respektojnë privatësinë e familjarëve, ndërsa qeveria e Maqedonisë së Veriut dje publikoi një protokoll për mbolimin mediatik të funeraleve. Moti nesër në Serbi në mëngjes do të jetë i thjellë dhe i ftohtë me ngricat e lehta diku mesatare, gjatë ditës do të jetë me diell dhe dukshëm me ngrohtë se ditët e mëparshme. Temperatura minimale e mëngjesit do të jetë nga -5 deri në 3, kurse ajo maksimale ditore nga 16 deri në 20 gradë Celsius.